Sa herë bie shi, rruga Muhamet Ukshini mbushet me ujë e baltë. Kjo gjë për banorët paraqet shumë vështirësi, pasi rrugë tjetër alternative nuk kanë. Andaj do mos duhet të kalojnë në këtë rrugë. Na shqetësim e kemi ka shumë vite, të thojmë 20 vite e kemi, mirë po gjithë njëtat përgjigje, bëhet, në listë është, po bëhet. Para 2 vite ju jeni edhe dëshmitar që edhe ujina ka pasi mbrana, gjitha kemi bo me mundësi tona, nuk kom lyp kur gjë për komunës, sot nes, është e pa mundur një taksi me një fëmijë më ardh, nuk nalet, ja komet, 10 taksi edhe nuk ka mujtë me dalë. Une nuk jam në gjendje, vinë pushim, taksa paguse rregullt. Gjitha i baj, nuk jam në gjendje më ardhë me bon një pushim si duhet. Se nuk kam ku me shkel para shtëpisë jeme. Kjo është e pa kuptim, unë i kësha lutë pa marrë parasysh, vetëm një gjatë do me thonë pëse bohen edhe rrugët politike, unë e këta, kjo është e pa pranueshme. Rrugët janë të shtetit, rrugët janë qytetarve, rrugët nuk kanë, që kjo rrugë thirret Muhamet Ukshini, nuk thirret as vetëvendosje, as akë, as tjerat. Asfaltimi i saj është i nevojshëm, shtojnë banorët. Ja kom qu kryetarit, që është në Zotnigjinit, ja kom qu i kom thonë qërek, 3-4 kamione zalë, gur, a mund është dishka me bok të gropa, ajde që për pranoj të ti vjen rëndaj. Mi ledzu, e ka ledzu, kur farë përgjigje jo. I vjereni. Kjo është e pa pranueshme. Na, nësë është nevoja të protestojmë, nësë është nevoja çdo muaj dhe të thrasim, edhe tëri sa të ndriqet botë një zgjidhje. Kujtojmë se infrastruktura e rregulluar është e nevojshme për të gjithë qytetarët e Gjakovës, pasi në mungesë të saj banorëve u shkakton telashe të shumta, me të cilat duhet të përballen sa herë në vend ka rreshje.